Enver, si shumë familje të Kosovës, në luftën e fundit që kanë pas tragjedi të lloj-llojshme, e pas ka padesht fati që edhe ju me pasë me psu një tragjedi shumë të ranë, dhe kur kush ma shumë se ka përjetu se ju, dhe kur kush ma mirë se ju në gjarin se din. Në na fol pak për ato mirë, me i kujtu, mos mi harru, edhe mrena fjalëve, mrena biseda, mrena këtyne, une për veti do të munohem edhe me një kongë, me i kujtu, mos mi harru, me lanë, që brezat që vinë, ta dinë dhe t'janë të njohun me luftën që ka qenë, me krimet që janë bon, e me gjitha ato të këqija që i ka ndodhë Kosovës, vendit tonë, dhe mos t'i harrojnë ato kurse, është mirë mos me i harru. Ishe mujtë me nga të regu pak në gjarjen për vajzat tua dhe për gjitha ta martirë që në ra atyre bashkë. Nderuari Rifat Berisha, faleminderit prej jush që keni morë direkt rrugën për me ardhë me na vizitu të familja Lipaj. Dhe faleminderit edhe bashkëpunëtorëve tu Medis, Emrushit, Bekimit, vllavt Medis, masakra e fshatit në Studenis, e cila është kryer te shtëpia e Haxhis Sali Sokor Zeqiraj, e familjarëve të Lipaj, të cilët kanë qenë të strehun të shtëpia e gjyshit, ose të babës të shoqes, gati pjesa ndërmuese e familjarëve të Lipajve. Ditën e 13 prillit të 99-s ka qenë një ndër masakrat më të mëdha në komunën e Stogut përveç të familja e Imerajve. Imerajt edhe ata kanë një humbje të jashtëzakonisht madhe. E dyta është të familjarët Lipaj. Me 13/4/99 me nana me 4 vajzat, me Hajrien, me Sabrien, me Haxhin, janë kthy edhe njëherë janë kthy për me morë gjasandë dhe gjana ushqimore. Por fatja ka desh që janë rënë në prit të forcat paramilitare, serb lokal, dhe nuk kanë kursy as fëmin dhe as nënat e as plakun që i ka pas 84 vjet atëherë. Këta i vran, e i masakrun dhe i gjujtën bunar. Vrasja e familjarëve Lipajve, martirt, dhe i vran, nuk i vran vetëm një herë, po i vran 4 herë. 4 herë se nuk unë gopën me vrasjen e parë që e kanë ekzekutu fëmijët e pambrojtur, nënat e pambrojtura, plaku i pambrojtur, dhe i ekzekutun e i gjujtën në bunar. Kjo e dyta që e kanë gjujtë në bunar, e treta është që e kanë eksplodu bunarin të u frigu edhe ata që mas pëqohen halat, as ka pas shansat e në kanë të ekzekutu, edhe të 4-ën herë që e bon krimin edhe më të madh për mi hub gjurmët e veta, Rifat i gjujtën gjësënda që mu zhduk a i ven i bunarit që mos me di që ka pas bunar apo diçka tjetër. Dhe këtu e kanë përfundu këtë masakër, këtë gjenocid ndaj popullit të pambrojtur. Dhe vendosën në për pikat e ushtrisë lirimtare të Kosovës në mbrojtje.
dhe na kemi mbet deri me datën 13 prill në mbrojtje. Pikat e vrellës që në thy, të Ljuborës ju në thy, na vetëm kemi qenë pikë në ekonomi dhe ka qenë edhe o Roberta në ekzistuse aty. Tani ndërkohë e lajme që na duhet mu tërhiq, jemi tërhiq nga dalë, veç beso që kur jemi dalë të molikat e Roberts, aty ku është që jenë molikat, aty më thejke zemra që më shku edhe njëherë të shtëpia e Haxhi Salihit se mund të më ndodhë diçka. Këne ishim të rrëthum se shkaj ke flak, krizmat me artilleri qare dush, me armatim tron, dhe nuk jem shku. Thosha s'munët me ndodhë për më këthy dhe njëherë këtë rrezik e kënë flak, dhe na jemi shku me ato shtarë që ka ishim, të dalë për më shku të cakutajt, e kom pa shoqen, edhe po i thëmë Rahime, a jeni tonë? Jo valla. Qysh jo, tha, jo valla qikat edhe nona jënë këthy edhe njëherë. Tha shali i koft, edhe e dita që e kanë kry. Tani ndërko, këta shkon për nalt, tu pritja po i kemi pa këtu, jo i kemi pa këtu, jo i pa ma ne, dikush e kesh mu largu edhe në më hjek për i rrezikut ne, se Kaliqani u dëq krejt, o rëbe kjo Prigoda, Janust, Tomoci, flak shkaj ke krejt. Edhe tham hajde se na po ta le të shkojnë, one po rri, po i kërkoj, dikun e kam pa, thoj kishin mi shkall Kaliqani, dikun i kemi pa të ecë, të shku bjerës për pjetë, dikush në të i kem pa në rëzhaj, po nuk i shkon ashtu, ajo i shkon dita e martë, e ateshme që ka qenë dita ma e vështira. E tani me 26 qershor ka marrë pe Durrësit, një kam belgo kanë, thash Rahimes, one po të më shku, se qështu më tha dema, tha që bunari ishi rrafshum. Kur i marrë dhe kom po bunarin, se erdhem në 26, erdhem edhe e po bunarin, veç aj që e ka dit, që ku është bunari, se s'kishe mujt me dit, s'ka mujt kush me dit që ka aty bunor, se ka egzistu bunor. Tani me ndimin e ushtarëve, shtabit të që kesë në vrel, me komandantin Ramadan Dreshaj, kemi organizu edhe me ata bashkëfshatarë, që ka ishim shumë pak, po kishim me një zemër të madhe, që ishim për me qelë bunarin. Ndërkohë, ja kemi fillu edhe me hap bunarin, të 4 metër, kur e kemi qu, i shra ajo pllaka e bunarit që ka qenë, e ka përthur mes gurve të perimetrit bunarit. Aty tani qaton kur e kemi hek Ramadani për më thëtë doj, largoh që aty. E i kanë zirë, mas pori e kanë zirë Haxhi Salihin, se Haxhi Salihi i vrom i parë. Tani e kanë nanën, pa ta kur e kanë po krimin, pa din është sinë ato ma mërmenja që nana ka lujt me të shkaj të burë. Ta shte me morë me menë që kishim pas bon ata, se shumë për tyni e kom shumë dëmtume. Një prej atyne që nuk i shkone dëmtume, absolutisht heq, Hatmane Mehaj, që shë kim nëzirë ato veqes folke. Dhe ko tani të nëzirë qëndresën Ramadani për më thëtë, do i thë, tërheqë apo din, tërheqë. Ramadan që më ka muj se aty në qeker ka po din, edhe ishin lodhës që më ka muj me ka dojnë, tha, ati do i dhe lërgo për aty. E dike që është të arë qëndresa. Pa për Zotën,
po ju të regoj shumë sinqerisht, kur e kemi nxerrë qëndëresën, ajo kone fuqishme, o kone e shnosh, o kone e madhe, mirë, për ndin, edhe e kom këqyrë kur e kemi qitë për jashtë, që e shtram, e kom këqyrë a është e përthokume, a kanë mujtë me bo dhe dhunime, se në ngrykin automatit, atë u kone pa mundë që ke mujtë me pështu. Edhe pe këqyrin të krejt pjesë të trupit, mirë, plumat krejt në balë, këtu mas krejt që i këshin pas të ekzekutum, edhe të gjujtë. Kur e kom pa pa din që nuk e ka përjetu dhe dhunimin, thash, qëndra, ato 3 qika t'il konë më të hajshme, po thësha e kanë bon të qëndresa, kanë bon dhunim të gratu të tjera, të nana tjera, po jo, ma nëse të banë të këto gratë tjera konë, se kur ora eksplozimin në bunara të ka bë masakre, tani përveç që kanë kryu atë masakrimin e tyre, ato kanë bë masakre edhe me eksploziv. Dhe aty ka pas, aty erdhen për me verifiku që është krim edhe gjenocid ndaj popullit shqiptar pa mbrojtur, erdhen edhe shumë media, atëherë konë këfuar italian në bani në Nix. Edhe jënë ardhë, me kamera, me ke Euronews, ke Ra Italian, janë konë edhe e kanë po, edhe ata u qëdetshin, qësh mundet me bo një barbar të fmit. Të fmit. Dhe tani, me njëherë është ardhë edhe një i tribunalit Hagës, i shkona i danez, tha pe bojnë autopsin vetëm të plakut, kur e ka pa ka thonë thët jarë. Tanë na jenë dëvrame të ekzekutume, po këto tjerëves nuk kem nevoj me bon, tha se kemi dëshmit mjaftueshme për të plakun. I kemi vorros. Është edhe dhimbje madhe edhe krenari. Këto kanë ra për mës me vdek kur. Dhe i kujtojmë për jetë. Dhe nuk janë veç tonat, nuk janë tonat, tash po thëmë mas fakti që janë tonat, janë gjithë shqiptarëve. Tjuve të tatin shqiptare, aty ku folet shqip, ata janë të atyne. Dhe neve në mbetet me kujtu edhe njëherë, unë të falenderoj shumë për kanën që ja u ke kushtu, jashtëzakonisht të madhe. E vlerësojmë shumë. Unë e mundu me përshkru me një farë elegjie që kom po asoj t'i thomë, jo dhe kërit si kongë, po një farë elegjie për këtë rast. Dhe më mërmenja që edhe shokët e mi edhe gjithë kush është i kësaj fjallë se nuk kanë pesh ma pak martirt se dëshmort. Këta shkojnë krahës. Bili martirt duhet ma shumë nështë ta mi respektu se në konë pa armatosun. Dëshmori ju konë me push në dorë, jënë vra, po martirt pa armatosur edhe kanë bo qëndëresën, që ashtu edhe jënë vra për ku, për vend vetë. Juve ju shprejmë në ngushëllime gjithmonë për rastin që i ka ndodhë dhe e ndajmë dhimten me juve shumë, sidomos po thëmë tash për veti, une nuk i përballoj bashkollaj edhe unë ato vargje që i shkruj vetë i shkruj vetë i bëj vetë, po kom shumë emocione, pasha zote shumë herë kaj une ma shumë se ju. Po, është mirë më kanë të fort, edhe e the shumë mirë që ato nuk janë veç juve të vajzat, as kret ato që kanë ro aty, kret ata martirë, janë të krejt popullit, janë të krejt Kosovës. Po, unë po thamë, inshallah nuk bëhem me harru gjakun, me harru dëshmorë, se ne në bjen mend tash, veç kur të një gojë, mëse një kangë, ose kur të shkojmë ka një përmendore, që të të kënë kanë vrabre, që të të kobat, diçka që... Se kështu, njetën e përdiqëm, këgja shumë i kemë harru këto gjana, këto
Edhe pse nuk janë shumë të kahershme, po këto mos mi harru, këto s'duhet mi harru kur. Për mos mu harru për një kohë shumë gjatë, unë mendoj, se është e mirë, nështë edhe konga që e kom bo, unë tash po du me lavdu veten pak, se unë e kom bo shumë kongë për dëshmore, e kom bo ranë kështu, po edhe për martirë. Po këto, bile jëmë vënu pak, disa herë më ka thonë nona shoqja jote, Rahimja, nona e vajzave, Rifat zbone kur gjo për vajzat mija, po nalë bre një herë, herë puna, kemi bon. Jo mënu diçka me bon, e kom kriju një kongë, jo mënu me përshkru pak në gjarë, në shumë shtirë me përshkru krejt, po është shumë shtirë edhe me përballu me ndëgju, tani kur përshkruhet shumë ashtu, po qka me bon, ma mirë prapë, se prapë është ma mirë me kujtu, e me ndëgju kongën në njëherë, se me i harru krejt. Qashtu. Edhe shumë mirë kështë i bo që i keni bo atëfar, lapidari atëfar, ishin skalit mirë, emnat ishin shkru mirë, ishin aty, ashtu që shë kom përshkru edhe në kongë, flamur se unën, po këto e kom përshkru në kongë. Atër, masane e kom bota, që ja pas kom qilu bre, të kështë edhe flamuri këtu edhe të kjonë, po për zotin. është edhe me dhja këtu e mrush e bekimi edhe këta flasin që na, që i përjetojmë na këto kongë, që i knojmë, dikur thot hajtë bërse kanë kollaj këta kongëtar jonë dalin e knojnë që aty të ranga hajtë. Nuk e kemi bashkë letë. Unë po të thomë që me dhja mundet me na thonë diçka. Thuja që i përmbledh dhe Rifat të krejtu zamrat knoft, edhe është shumë vështirë kur ndëgjojmë për verit ngjarjen që ka ndodhur, nuk është dhe zhvillim të këtyne, na jemi të informuar edhe para i dim rastin si rast. Domthonë jemi të prekur shpirtërisht, nuk u prit diçka më mirë për shkive, po dikon e ka prek më shumë, dikon më pak. Rifati si Rifati, në mënyrën më të mirë të mundshme e ka bërë kongën. Vetë vërtet, në këto raste dhe hupin fjallë dhe zërmja që lush ka me thonë, unë ma shumë të falenderoj ty, pas jo më dhune i kësaj pjesë me në vene me Rahimin i me konë pej minirë që e këtë kështu se kom pasim, kom shumë të lidhën edhe e kom përjetu shumë rënë edhe në këtë rast edhe vazhdoj të ndjej qatë ndjej në komësat edhe pse kanë kalu 25-0 vjetë. Të më botë fort, konga vërtet është një kongë që i kalon për masat e lapidarit, sepse lapidari është këtu, vërtet po konga shetit në përkrejt të rruje shqiptare, edhe unë të falenderoj në emën ty në dhune. Unë është më nëjë thonë ditë tri fjallë. Kem pas njofshme, kem përjetu ato ditë të shkollës bashkë, se na jem edhe parafërsisht njëjtën gjenerat, kështu që veç zemrat knoft, respekt shumë për ty që e ke thurë kaq mirë këtë histori, këtë ngjarje, për mos me lonë me hup. Nuk kom që ka më thonë këto momente ma shumë kur gjovesh. Këta mu botë fort e mu një krenar. Për ne që ndim, t'jepim shumë falenderime për këtë punë që ke bon. Na josh, ka nga na mërzit, ndoshta por, është një gjanë që Sa herë të ndëgjojnë familjarët mërzitën shumë, po thëmë, unë ma shumë nështë i mërzitja ata se sa knaqen, po prapë se prapë e ka vlerën konga, prapë se prapë është ajo mërzia ndahet bashkë. Po. Por dëshira e madhe është që ndihet ajo. Ndihet, t'jep një vullnet, vërtet që ngjarjet mos harrohen.